Kush është ajo? Një ëndër e butë e miliona njerëzve apo një grua që fsheh dhimbjen mbas buzëqeshjes së saj? Pse u zhduk papritur nga ekranet aktoria që fitoi zemrat në sezonin e qershive? A ka pasur një humbje në jetën e saj që nuk e ka shprehur kurrë? Apo mos ndoshta dashuria me një koleg në serial ishte shkaku i gjithçkaje? Sot do të zbuloni se çfarë mbeti në prapasken për një kohë të gjatë. Mos e humbisni as një minutë. Të gjitha gjërat më të rëndësishme fillojnë që tani. Ylli i ardhshëm i serialit turk, Özge Gürek, lindi në një nga ditët e dimrit 5 shkurt, 1987. Adheu i saj ishte Stambolli, qytet ku kryqëzohen jo vetëm kontinentet, por edhe fatet. Ajo u rrit në një zonë të quajtur Silviri, e cila ndodhet në pjesën evropiane të qytetit. Këtu ajo kaloi fëmijërinë e saj. Familja e Özge është një kombinim i pazakont kulturash. Baba i saj është një çerkez etnik, një popull me tradita të lashta malore, i njohur për këmbguljen dhe dinjitetin e tij. Nëna e saj është nga Selaniku, i cili tani është pjesë e Greqisë, por më parë ishte pjesë e Perandorisë Osmane. Kështu nga ana e nënës së saj, Özge ka rrejnë turko-greke. Ky sfond shumë këndësh i dha asaj jo vetëm një pamje ekspresive, por edhe një ndjeshmëri të pasur të brendshme. Që nga fëmijëria, ajo u dallua për ëndërrimin dhe imagjinatën e saj të gjatë. Özge nuk u rrit në një familje aktrimi. Rruga e saj drejt botës së kinemas filloi shumë vonë dhe ajo erdhi në këtë vit. Por ishte fëmijëria e saj e qetë në Silviri, e rrethuar nga kultura të ndryshme dhe ngrohtësi familjare, ajo që hodhi themelet për thellësinë që shikuesit do ta shihnin në personazhet e saj. Në fillim Özge zgjodhi një rrugë larg skenës. Ajo hyri në një universitet privat në Stamboll, ku studioi tregëtinë ndërkombëtare. Gjithçka shkoi sipas planit, por brenda kishte një ndjenjë në rritje se kjo nuk ishte rruga e saj. Një ditë ajo thjesht ndaloi. Ajo i tha vetes të vërtetën. Zemra e saj nuk i përkiste numrave, por ndjenjave. Ajo e la shkollën pavarësisht rreziqeve dhe depresionit. Shumë e konsideruan çmenduri. Por ajo shkoi në kurse aktrimi, filloi nga e para, pa lidhje, pa mbiemër të famshëm. Që nga ditët e para të skenës, ajo nuk aktroi, ajo jetoi. Kjo është ajo që u bë forca e saj. Jo një profesion, por një thirrje. Kështu filloi rruga e një gruaje që zgjodhi një ëndër ku të gjithë rreth saj zgjodhën stabilitetin. Pika e vërtetë e kthesës në fatin e saj ndodhi në vitin 2014. Özge mori rolin kryesor në serialin Sezoni i qershive. Karakteri i saj, një vajzë e thjeshtë me ëndra të mëdha, kushtoi audiencën, por nuk ishte vetëm skenari. Kishte sinqeritet tek ajo, një vështrim i pastër. Një natyrshmëri e tillë që publiku e adhuroi aktoren, ata pan veten e tyre. Si në Turqi, ashtu edhe përtek kufive të saj, ajo u prit veçanërisht ngrohtë në Itali, ku seriali u bë një fenomen i vërtetë. Pas kësaj rolet erdhën njëri pas tjetrit. Ajo nuk u shfaq, vetëm në ekran, ajo u kujtua, dhe jo si një tjetër bukuri nga një melodram, por si një aktore që mund të përçojë dhimbje, shpresë, dashuri. Të gjitha përmes heshtjes, një vështrim, një pauzë. Kështu lindi një yll, pa skandale, pa famë të lirë, vetëm përmes talentit dhe së vërtetës. Në serialin Sezoni i qershive, partneri i saj ishte aktori Serkan Çayoglu. Dashuria u ndes mes personazheve të tyre në ekran, e sinqertë e dridhur si nga një prallë, por askush nuk e priste që kjo ndjenjë do të shkonte përtej serialit. Lidhja e tyre nisi pa deklarata me zë të lartë. Ata nuk prapuan nëpër studio. Nuk organizuan rrëfime publike, gjithçka ishte e qetë, e pastër, reale dhe shumë nuk e besuan historinë e tyre. Dukeshin shumë të përsosur, por ata thjesht ruanin me kujdes lumturinë e tyre. Kaluan vite, kishte thashe teme për ndarje, pauza dhe paraqitje të ralla së bashku. Por në vitin 2022, ata vendosën gjithçka në vendin e vet. Së pari një martesë modeste në Gjermani mes njerëzve më të afërt dhe më pas një ceremoni e bukur në qytetin italian të Veronës, sikur të bënte harç për përrallën e tyre të dashurisë. Ata nuk ndërtojnë një martesë të dukshme. Në vend të kësaj kanë mbështetje, respekt dhe projekte të përbashkëta. Ata ecin krah për krah, jo për hir të kamerave, por sepse kanë gjetur njëri tjetrin, jo vetëm një partner. Për Özge dashuria nuk është një lojë, por një shtëpi e qetë dhe e thellë
ku mund të jesh vetvetja dhe pikërisht kjo lloj dashurie është bërë roli saj më i fortë në jetë. Ka pasur shumë momente të ndritshme në jetën e Ozge Gurel, por edhe buzëqeshja më e shëndritshme mund të fshehë dhimbjen për të cilën nuk fliste me zë të lartë. Dihet me siguri se babai i saj, Erçomen Gurel, ka ndëruar jetë. Aktoria nuk ka folur asnjëherë se kur ka ndodhur dhe në çfarë rrethanash. Por në intervista, ishte e qartë se humbja e tij ishte një goditje e rëndë për të. Ai ishte mbështetja në rininë e saj dhe personi që besonte në të edhe para se ajo të besonte në vetvete. Nuk ka gjithashtu ndonjë informacion për ndonjë sëmundje të Ozge. Ajo rrallë ndan informacione personale. Veçanërisht kur bëhet fjalë për dhimbjen, nuk ka informacion për diagnoza apo dëmtime fizike, por dihet se ajo ka bërë disa pauza në karrierë për tu rikuperuar mendërisht. Ajo është një person i ndjeshëm dhe çdo goditje të fatit e merr thellë në vetvete. Aktoria nuk mori pjesë në konflikte publike dhe nuk kërkoi dramë, por është kjo heshtje që flet, më shumë se skandalet. Pastaj qëndron një grua që ka duruar shumë, por nuk është bërë viktim. Ajo zgjodhi rrugën e forcës së brendshme dhe vazhdoi. Ozge Gurel nuk është përpjekur kurrë të jetë si gjithë të tjerat. Ajo nuk pretendon të jetë një yll, nuk ndjek modën dhe nuk jeton për pëlqime. Nuk ka asnjë gënjeshtër në të. Ajo mbetet vetvetja dhe kjo është ajo që i tërheq njerëzit tek ajo. Në një nga intervistat e saj, kur u pyet për feminilitetin, ajo përgjigj thjesht: seksualiteti nuk është veshje, jo krim dhe jo një pozë. Është një gjendje brendshme, besimi, pastërti, gjendja shpirtërore. Kjo është heshtja në të cilën mund të dëgjosh zemër. Fjalë të tilla nuk i thot një aktore, por një grua që e ka njohur veten. Ozge e pëlqen heshtjen, biseda të sinqerta, ajo rrallë merr pjesë në ngjarje të zhurmshme dhe pothuajse kur nuk bën një jetë shoqërore të stuhishme. Ajo preferon shëtitjet me të dashurin e saj, lexon libra, mbrëmjeve komode në shtëpi dhe udhëtimet në vende ku thjesht mund të jesh vetvetja. Asaj nuk i pëlqen ta pyesin për familjen e saj. Ajo kur nuk i tregon prindrit e saj në rrjetet sociale. Kjo jo sepse ajo ka turp, por sepse ajo i mbron ata. Familja është e shenjtë, diçka që nuk mund të bëhet pjesë e spektaklit. Kushdo që dëgjon për këtë aktore jashtë kamrës, do të kuptojë se ajo është një grua e mençur, e vëmendshme dhe e ndershme. Një grua e tillë nuk ka nevojë për role të mëdha për të qenë e shkëlqyer. Roli i saj i vërtet është të jesh vetvetja dhe ajo e luan atë pa të meta. Pas dasmës së saj, Ozge ishte zhdukur, shumë fan sa vure se ajo filloi të shfaqej më rrallë në seriale televizive, ajo nuk shihet më në ekranin e madh. Pyetja për shumë fansa qëndronte në ajër, ku u zhduk ajo? Por përgjigjja ishte e thjeshtë dhe e qetë. Ozge nuk u zhduk, ajo zgjodhi veten. Pas shumë vitesh punë të palodhur, xhirime të pafundme dhe imazhe në të cilat duhet të humbiste, ajo vendosi të merrte frymë. Jo një karrierë, por dashuria, që mund të jetohet, jo thjesht të mbijetohet. Ajo nuk u largua përgjithmonë nga kinemaja, ajo thjesht pushoi së ndjekuri vëmendje. Në vend që të merrte çdo rol, filloi të zgjidhte. Ajo aktron në projekte ku ndjen sinqeritet, jo vetëm buxhet, dhe ajo gjithashtu udhëton, jeton midis Gjermanisë, Turqisë dhe Italisë. Kështu që aktoria Ozge Gurel u bë një gjë e rrallë, por rrallësia nuk është humbur. Është respekt për veten dhe kur ajo rikthehet në ekran, ajo është në pritje. Sepse njerëz si ajo nuk bëhen pjesë e rrymës, ata janë të veçantë, edhe në heshtje. Historia e kësaj aktore është thjesht një kujtesë për secilin prej nesh. Ndonjëherë vendimi më i guximshëm është të zgjedhësh heshtjen. Ndonjëherë forca e vërtetë është aftësia për të lënë skenën për të kthyer tek vetja. Ajo nuk u bë viktime famës. Nëse keni një aktore që ju ka lënë mbresa dhe dëshironi të mësoni më shumë për jetën e saj, më shkruani emrin në komente. Unë do të zgjedh një nga propozimet tuaja dhe do ta sjell një video të veçantë vetëm për të. Mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni që të mos e humbisni.